U shfryzoj rastin të uroj të gjithë shoqërinë civile edhe sindikatat, por edhe odat e bizniseve të cilat me punën për kundërshtim neglizencës të madhe që ka bërë dhe penkesave që ka bërë qeveria e Kosovës edhe mos ekzistencës të Këshillit Ekonomik Social në Kosovë. Rregullisht kemi qenë pjesë në takimet e Këshillit Ekonomik Social Evropian dhe kemi ngritë çështjet të cilat jemi munduar me i argumentuar që Kosova me qëllimisht pengon edhe Këshillin Ekonomik Social të Kosovës, por njëkohësisht edhe Këshillin Ekonomik Social Evropian. Kanë arrit bashkërisht po them me shoqërinë civile, me gjithë aktorët e tjerë të Kosovës që kanë qenë të interesuar të funksionon Këshilli Ekonomik Social i Kosovës, kemi arrit që të bëjmë përpjekje dhe të jemi pjesë tani në Komitetin e Këshillit Ekonomik Social Evropian, po në ftesat kanë përfunduar me datën 24 të premten. Shpresoj edhe do të jemi sigurt që ata që kanë aplikuar dhe plotësojnë kurset do të jemi do të jemi pjesë ato, do të kontribuojnë mjaft si në aspektin ekonomik edhe në aspektin e mbrojtjes të punëtorëve në këtë, se për shkak se do të jena të njoftuar, do të jena pastaj do të jemi edhe propozues të ligjeve të caktuar të mirë të punëtorëve, por njëkohësisht do të thithëm edhe fonde të cilat në të ardhmen do të zhvillohen takimet edhe në Kosovë. Nuk po them që janë zhvilluar disa takime të Këshillit Ekonomik Social në Prishtinë, por tash tutje mund të kenë. Nga kjo takimet që të vinë të vendeve të ndryshme Evropës është pastaj edhe një përfitim për bizneset vendore, qoftë hotele, qoftë restorante kështu, po që është më kryesore do të jemi në kontakt për propozimin e ligjeve dhe konventave ndryshme për të drejtat e punëtorëve, njëkohësisht do të jenë edhe ata të njoftuar për në raste të veçanta kur këto shkelen edhe sëse, edhe shpresoj shumë që do të jetë një presion më i madh te qeveria e Kosovës që të fillon funksionimi i Këshillit Ekonomik Social, për shkak se që nga dhëtori vitit 2022 është jo funksional, është bllokuar me qëllim nga qeveria, s'ka shpoll fare konkurs dhe nuk funksionon, është e çuditshme se nuk ka asnjë vend i vetëm në Evropë dhe më gjërë që s'kan Këshill Ekonomik Social, përveç Kosovës që nuk funksionon tash e 3 vite po bëhet. Faleminderit shumë, zonja Canolli. Ky komitet është bashkëpunimi në mes të institucioneve të Bashkimit Evropian dhe shoqërisë civile. Sa është e përgatitur shoqëria civile në Kosovë që ta përfaqësojë denjësisht vendin në këtë nivel dhe cilat janë prioritetet që ndoshta për fillim duhet shtyhen? Po, shumë faleminderit për ftesën vetim. Duke ditë që ky këshill është një udhëlidhje në mes punëdhënësit, punëtorëve dhe organizatave të shoqërisë civile. Tu theksu tash tu ndalë veç të aspekti shoqërisë civile, mendoj që organizatat e shoqërisë civile në Kosovë e kanë një bazë dhe janë të përgatitura për të qenë pjesë e këtij komuniteti. Fushveprimi i shoqërisë civile në Kosovë më shumë është i fokusuar në të drejtat e njerëzit, në demokraci, mirëpo që s'po du me thonë ashtu shumë po qalën, mirëpo duke cek edhe parafolsi që kemi një mungesë të Këshillit Ekonomik Social, atëherë janë disa kushte ose disa veprime që mungojnë edhe që duhet të plotësohen sa i përket aktivitetit që e bën shoqëria civile. Disa nga prioritetet që duhet që mund me theksu edhe që duhet me pas prioritet organizatat e shoqërisë civile është pagat e denja, që ky ka më na mundsu një zë pak më të fuqishëm edhe me pas një kujdes shumë më të madh kur flasim për pagat e denja në sa i përket aspektit të shoqërisë civile, gjithashtu edhe disa nga aspektet edhe prioritetet tjera që duhet i ketë parasysh shoqëria civile është edhe tranzicioni ekonomik, barazia gjinore, që edhe këto aspekte kanë me ndikuar që sa më shumë me përfshi këtë komitetin edhe zhvillimin ekonomik social në Kosovë. Faleminderit shumë, zotëri Jakaj, nga aspekti institucional dhe politik, ky moment vjen ky zhvillim fakt vjen në një moment kur Kosova ende nuk e ka statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian. A mund shihet kjo si një njohje indirekte e rolit të sindikatës, bizneseve dhe shoqërisë civile në Kosovë,
në proceset evropiane dhe si një mundësi për të avancu integrimin institucional në mungesë të statusit formal pra të kandidaturës. Atëherë vetëm faleminderit edhe një herë, u përmend edhe në storje që përkundrejt që Kosova nuk është kandidat zyrtar për në Bashkimin Evropian, por vetëm si aplikues për të qenë kandidat zyrtar, kjo është një njohje indirekte e këtij statusi dhe është edhe reagim ndaj heshtjes ose ndaj problemeve në Kosovë që kanë ndodhur veçanërisht gjatë 5 viteve të fundit, sepse gjatë 5 viteve të fundit që ka ndodhur, ka pasur cenim të organizimit sindikal nga qeveria, ka pasur përjashtim të bizneseve, të përfshirjes së odës ekonomike në politikë bërje, po ashtu edhe cenim ndaj shoqërisë civile, veçanërisht ndaj organizatave të cilat kanë qenë kritike në politikë bërje. Dhe kjo po vrehet që është vlerësuar nga Komisioni Evropian, nga ky komitet, në mënyrë që Kosova të bëhet pjesë e politikave për të cilat në Kosovë ka politikë aktive të ekzekutivit për mi cenu këto fushëveprime të cilat sipas kushtetutës edhe legjislacionit fuqi janë të garantuar edhe nuk mund t'i cenoj askush. Por fatkeqësisht që kemi pasur një qeveri e cila nuk i ka përfill dhe për më tepër i ka shkelur dhe i ka cenu në vazhdimsi, pra përkundrejt pra që Kosova nuk është kandidat zyrtar, është e qartë që Evropa nuk mund të injoroj mungesën të dialogut social, të çështjeve më themelore që punëtorët do duhet t'i gëzonin. Sot pra e përmendi zona Cenolli që në vend se të diskutonin për pagën e denj, për kushte më të mira në vendin e punës për punëtorët, të diskutonin për kontratën kolektive si ato të zgjeronin, po sot flasim se a duhet me pas kontratë kolektive ose pse s'ka kontratë kolektive. Ne sot flasim për mungesë të Këshillit Ekonomik Social prej dhjetorit të vitit 2022, siç e përmendi Ymeri, në ndërkohë për bizneset edhe për odat ekonomike, ato janë në vazhdimsi të përjashtuara. Le të tregon zoti Mustafa se ku oda ekonomike ta zëm ka qenë e përfshirë në politikë bërje, të cili do ligj që kishte më i prek. A ka pasur një diskutim të mirë ta zëm për legjislacionin që prek tatimin mbi lirin e shtuar? Është premtuar që ka me pas reduktim të TVSH-s në produktet bazë, cili diskutim është bërë për 5 vitet e kaluara. A ka pasur diskutime mbi tatimin në korporata? Nuk ka pasur. A ka pasur përveç vendimeve të cilat kanë qenë ad hoc dhe në kundërshtim me gjitha standardet minimale të konsultimit publik. Nuk e di nëse dikush ose në mënyrë transparente edhe të denjë është përfaqësuar nga odat ekonomike, nga shoqëria civile edhe nga sindikatat në diskutimet publike. Përveç shoqëria civile ka dhënë kontributin e vet përmes komenteve me shkrim për të cilat në shumicën e rasteve ne jemi i injoruar.